Dashi. Dita fillon me një ndjenjë të re freskie dhe optimizmi. Zemra juaj është e hapur për ndjenja të reja, prandaj mos hezitoni të shprehni emocionet tuaja ndaj dikujt afër zemrës suaj. Në punë do të ndjeni një rritje të energjisë dhe kreativitetit, shfrytëzoni këtë mundësi për të prezantuar ide të reja. Sa i përket financave, mbani një sy vigjilen ndaj shpenzimeve të pamenduara, por mos u shqetësoni, gjithçka do të stabilizohet. Një udhëtim i shkurtër mund të sjellë kënaqësi shpirtërore dhe frymëzim të freskët. Kujdesuni edhe për mirëqenien tuaj fizike duke bërë pak ushtrime. Lidhja me natyrën do t'ju ndihmojë të rifitoni paqen e brendshme. Sot është dita për ta ndjekur rrugën tuaj me besim dhe guxim. Demi. Sot është dita për të ndjerë dashurinë dhe emocionet e thella që ndodhen përreth teje. Një komunikim i qetë me partnerin do të sjellë afërsi dhe mirëkuptim të ndërsjellë. Në aspektin profesional, sfidat do të shfaqen, por qëndrueshmëria dhe përkushtimi yt do të sjellin rezultate të këndshme. Kushtoj vëmendje detajeve dhe mos nënglerëso asnjë mundësi për përmirësim. Në fushën financiare, planifikimi i kujdesshëm është çelësi i suksesit. Shmang shpenzimet e paarsyeshme dhe fokusohu në investime afatgjata. Mbështetuni me intuitën tuaj, e cila do të jetë miku juaj më i mirë sot. Përfitoni nga mbrëmja për të reflektuar dhe relaksuar, duke gjetur paqen brenda vetes. Sjellja pozitive do të ndriçojë ditën tuaj. Binjakët. Dita nis me energji të freskët dhe një ndjenjë optimizmi që të mbështjellë si një mantel ngrohtësie. Mëngjesi mund të sjellë biseda interesante me kolegët që mund të hapin rrugë të reja në karrierë. Nëse ndihesh i ngarkuar, një pushim i shkurtër do të bëjë mrekulli për mendjen dhe shpirtin. Në çështje të zemrës, është momenti i përsosur për të dëgjuar me kujdes partnerin apo dikë që ke afër. Ndërsa mbrëmja afrohet, ndjesia për një trajtim të veçantë për veten është e fortë. Një libër i mirë apo një film i ri mund të jenë pikërisht çfarë të duhet. Financat duken stabil, planifikimi i mirëfillt do të ndihmojë në ruajtjen e ekuilibrit. Kujdesu për veten dhe ndiq ritmin natyral të jetës. Daforia. Sot, ndjesitë e buta dhe intuita juaj janë në qendër të vëmendjes. Në dashuri, është koha e duhur për të dëgjuar zemrën dhe për t'u afruar me dikë që ju ngroh shpirtin. Në punë, mendo me qetësi dhe shfrytëzo një qasje të re për të zgjidhur një sfidë që të ka përcjellur kohët e fundit. Financat kërkojnë pak kujdes, shpenzimet e vogla mund të shtohen në mënyrë të papritur. Ndërsa dita zhvillohet, ndjeni një dëshirë për të krijuar harmoni përreth jush, duke sjellë paqe në marrëdhëniet personale. Energjitë kozmike favorizojnë aktivitetet që sjellin qetësi mendore dhe fizike. Një shëtitje në natyrë ose leximi i një libri që ju pëlqen mund të ringjallë shpirtin tuaj kreativ. Kujdesuni për veten me dashuri dhe mirësi. Luani. Dita fillon me një ndjenjë energjie të re që të rrethon. Sot, çdo vendim që merr ka potencialin të sjellë rezultate pozitive, veçanërisht në fushën profesionale. Një projekt që ke lënë mënjan do të kërkojë vëmendje të veçantë, prandaj përqendrohu dhe trego vullnet për t'i çuar gjërat deri në fund. Në dashuri, bisedat e sinqerta me partnerin sjellin afrinë dhe mirëkuptim. Nëse je beqar, një takim i papritur mund të ndisë shkëndija të reja. Sa i përket financave, trego kujdes në shpenzime impulsive, menaxho burimet në maturi. Mendja jote është e hapur ndaj ideve të reja, prandaj shfrytëzoje këtë për të planifikuar për të ardhmen. Shijo çdo moment dhe kujto se një buzëqeshje e vogël e bën ditën më të ndritur. Virgjëresha. Sot do të ndjeheni veçanërisht të fokusuar dhe të motivuar për të arritur qëllimet tuaja. Në punë është momenti për të marrë iniciativën dhe për të treguar aftësitë tuaja. Një mundësi e re mund të prezantohet, kapeni atë me guxim. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Në dashuri, komunikimi i hapur do të forcojë lidhjen tuaj me partnerin. Beqarët mund të takojnë dikë interesant gjatë një eventi social. Mos hezitoni të shprehni ndjenjat tuaja. Ndjesia e brendshme e qetësisë do t'ju ndihmojë të ruani balancën emocionale. Kujdesuni për veten dhe mos harroni të gjeni kohë për relaksim. Le të jetë ky një ditë për të përqafuar të gjitha mundësitë që ofrohen. Peshorja. Ndërsa dita fillon, do të ndihesh i mbushur me energji pozitive dhe dëshirë për të zbuluar gjëra të reja. Në dashuri, një bisedë intime me dikë të afërt mund të sjellë ndriçim dhe qartësi në ndjenjat tuaja. Besoj intuitës dhe mos ki frikë të tregosh emocionet që fshe. Në vendin e punës, një sfidë e re do të shfaqet, por me vendosmëri dhe kreativitet do të gjesh zgjidhjen e duhur. Financat mund të kërkojnë kujdes të veçantë. Është momenti i duhur për të menaxhuar shpenzimet me maturi. Ndërkohë, gjej pak kohë për të relaksuar dhe reflekto në qetësinë që sjell balancimi i brendshëm.
Kujdes me ushqimin dhe bëhu i vëmendshëm ndaj nevojave të trupit. Dita premton të jetë e mbushur me harmoni. Akrepi. Sot do të ndjeni të mbushur me energji, duke ju dhënë mundësi të reja për të shprehur veten. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin do të sjellë afrimitë të ri. Për ata që janë të vetmuar, një takim i papritur mund të ndesë një shkëndijë interesante. Në punë do të keni mundësinë të tregoni aftësitë tuaja udhëheqëse, por kujdes me detajet për të shmangur keqkuptimet. Financat tuaja do të qëndrojnë të qëndrueshme, por është koha e duhur për të menduar për një kursim afatgjallë. Në këtë ditë, intuita do të jetë miku juaj më i mirë, ndaj dëgjoni zemrën dhe veproni sipas saj. Mos harroni të gjeni pak kohë për veten tuaj dhe të shijoni qetësinë e brendshme. Shigjetari. Ditën e sotme, energjia juaj do të jetë magnetike dhe përqendrimi në arritjen e qëllimeve do të jetë i fortë. Në punë do të shihni përmirësime të dukshme në projektet që keni ndërmarrë kohët e fundit. Mos hezitoni të ndani ide të reja me kolegët, pasi mendimi juaj do të vlerësohet. Në zemër, gjërat mund të marrin një kthes harmonike, dhuroni kohë dhe vëmendje për të dashurit tuaj. Financat nuk paraqesin surpriza të mëdha, por është e rëndësishme të kontrolloni shpenzimin. Sot, mbani mend se çdo moment i kaluar duke reflektuar është një investim me lumturinë tuaj. Ndiqni intuitën tuaj dhe mos keni frikë të ëndërroni madhështinë, pasi yjet janë në anën tuaj. Britsjapi. Dita e sotme mund të sjellë disa sfida të vogla, por mos lejo që të largojnë nga qëllimet e tua. Në punë, përpiqu të jesh fleksibël dhe i hapur ndaj bashkëpunimeve të reja, pasi mund të dalin mundësi të papritura. Në dashuri, bisedat e sinqerta me partnerin do të ndihmojnë në thellimin e lidhjes. Nëse je e vetmuar, sot mund të takosh dikë që të zgjon interes. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por është mirë të bësh plane afatgjata për të shmangur surpriza të pakëndshme. Ndjesitë e përgjithshme do të jenë pozitive nëse i kushton vëmendje edhe detajeve më të vogla që të rrethojnë. Mos harro të marrësh pak kohë për veten dhe të rigjenerosh energjitë. Energji të reja janë në horizon. Ujori. Sot do të ndjeni si një erë e lehtë që sjell freski dhe energji pozitive në jetën tuaj. Në dashuri, është koha e duhur për biseda të thella që mund të zbulojnë horizonte të reja me partnerin. Në punë, qasja juaj krijuese dhe origjinale do të vlerësohet nga kolegët, duke ju ofruar mundësi për të shfaqur. Financialisht, është e rëndësishme të tregoheni të matur dhe të shmangni investimet e rrezikshme. Sot mund të gjeni një zgjidhje të papritur për një problem të vjetër, duke ju bërë të ndjeni më të lehtësuar. Merrni kohë për të medituar ose për një shëtitje në natyrë, duke rimbushur energjitë tuaja shpirtërore. Kjo do të ndihmojë të ruani ekuilibrin e brendshëm. Peshqit. Gjatë ditës së sotme do të ndjeni të mbushur me energji pozitive dhe do të dëshironi të ndani këtë ndjenjë me ata që ju rrethojnë. Në marrëdhëniet romantike, tregoni më shumë kujdes ndaj partnerit tuaj, duke dëgjuar nevojat e tij dhe duke i ofruar mbështetje. Në aspektin profesional, mundësi të reja shfaqen në horizon. Merrni kohë për të vlerësuar ato që ju përshtaten më së miri dhe mos nguroni të ndërmerrni rreziqe të menduara mirë. Financat duken të qëndrueshme, por bëni kujdes me shpenzimet impulsive. Sot është një ditë e mirë për reflektim dhe për të ndjekur intuitën tuaj. Lëreni zemrën të udhëheqë dhe shijoni dëzimin e çasteve të vogla që ofron jeta.